Ja, ku jemi. Rikthyer në studio për një temë shumë interesante. Me Alken Çukon jam këtu, kimist ushqimor, nutricionist, sa herë që vjen bashkë me produkte dhe me tema që janë gjithmonë kurioze. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, si gjithmonë shumë kënaqësi. Në fakt, tema e sotme ishte rastësi, sepse u çova në fakt me uri në mëngjes dhe thash dale se kjo ndodh shpesh tek njerëzit që çohemi në mëngjes dhe direkt na godeta jo vala e urisë, por ka disa shkaqe, ka disa arsye pse kjo ndodh. Kështu që thash hajtë se po bëjmë këtë temën e sotme dhe besoj se do jetë shumë interes për të gjithë që ta dëgjojnë. Patjetër. Është një gjë në krejt normale në fakt kur çohemi në mëngjes dhe kjo mund ndodhi për disa arsye që të kemi uri. E para mund të kemi konsumuar karbohidrate në orët e vona të natës dhe kur flasim për karbohidrate i referohemi atyre të thjeshta, pra atyre sheqernave të rafinuar dhe jo atyre komplekse, çfarë janë më të shëndetshme dhe kërkojnë më shumë kohë për të zbërthyer nga sistemi i tretës si yni. Dhe kjo shkakton më pas rritjet e nivelit të insulinës nga pankreasi dhe uljet e niveleve të sheqerit gjatë natës, çfarë na bën në mëngjes të shohemi direkt me atë vrrullin për të konsumuar ushqim. Një arsye tjetër mund të jetë ushtrimi i aktivitetit fizik në orët e vona, po prap mund të jetë stresi një faktor, mund të jetë gjithashtu pagjumësia, duke qenë se kur nuk kryejmë një cikël të mirë gjumi dhe zgjimi, sistemi ynë nervor do të jetë i lodhur dhe patjetër këtë lodhin duhet ta kompensoj nëpërmjet ushqimit, kështu që do kërkoj ushqim në sapo zgjohemi. Dhe tek gratë mund të jetë dhe sindroma paramenstruale. Dhe nëse i referohemi vetëm këtij rasti, se unë do të ndaj në 3 raste të ndryshme, por nëse i referohemi vetëm këtij rasti, këto janë simptoma krejt normale, nuk kemi asgjë për të shqetësuar dhe thjesht mund ta rikuperojmë duke evidentuar dhe duke gjetur se unë kam konsumuar vonë, kam bërë aktivitet fizik etj dhe kompensojmë dhe rregullojmë. Simptoma e dytë ose rasti i dytë le të themi, bëhet fjalë kur individi ka episode të ndryshme stresi, ankthi, depresioni dhe që shpesh shfaqet me uri, Dhe kjo kompensohet në një farë forme, pikërisht tek uria, sepse mundohemi që atë boshllëkun emocional ta mbushim me një ushqim i cili është çfarëdo që të na dalë përpara. Po, dhe përgjithsisht është tendenca për të konsumuar produktet më të gabuara, të mundshme dhe për të ëmblat pa diskutim. Po, sa do i përmendim edhe me radhë, madje do ndërtojmë edhe një menu, le të themi, në fund të emisionit, se si mund të kombinojmë të gjitha këto produktet për, le të themi, për të mbajtur se balancuar këto krizat e urisë ose nevojën për të konsumuar përsëri ushqim. Atë çfarë doja të thoja për këta individ që vuajnë nga ankthi, sepse patjetër këta duhet që të bëjnë një vizitë me mjekun përkatës, i cili mund të jetë ose psikolog ose mjeku psikiatër, por ajo çfarë mund të jetë nevojshme ose le të themi një këshill shumë e duhur mund të jetë eliminimi i vakteve të cilat janë shumë të larta, pra një vakt shumë i bollshëm dhe ndarja e këtij vakti në vakte më të vegjël, shmangje ushqimeve të cilat janë shumë me intensitet të lartë shije, pra shumë të ëmbla apo shumë të kripura, sepse kjo më pas na detyron për të konsumuar edhe më tepër prej atij ushqimi, sepse shisat mbi saturojnë, le të themi, ose mbi ngopen dhe duan përsëri të njëjtën gjë, duke qenë se nuk perceptohet më aq mirë shija, duke qenë se jemi duke bombarduar me shumë të kripur ose shumë të ëmbël. Hidratimi i mirë, gjithashtu dhe kryerja aktiviteti fizik, duke qenë se kryerja një aktiviteti fizik çliron endorfina dhe endorfinat janë hormoni i mirëqenies dhe duke qenë një hormon i tillë na ndihmojnë për të qenë më energjik, gjithashtu dhe duke reduktuar pak stresin, por nga ana tjetër duke u marrë me një sport të caktuar, largojmë dhe pak vëmendjen nga fokusi i ushqimit, por e çojmë në përmirësimin e shëndetit tonë. E mbajmë ditën të zënë. Dhe rasti i tretë, ai çfarë është më në fokus në fakt dhe shumë individ mundet që ta kenë këtë problematik, bëhet fjalë kur as nuk ke konsumuar sheqer në darkë, as nuk ke probleme me stresin, depresionin, ankthin etj, pra je një individ krejt normal dhe sapo ha ushqim, gjysmë ore më vonë ose direkt pasi konsumon ushqim, thua zakonisht se ç'më ha edhe një ëmbëlsirë, e dua të diçka të ëmbël ose Kjo pse ndodh apo? Kryesisht kjo ndodh për shkak se ky individ mund të shfaqë simptoma të insulin rezistencës. Çfarë është insulin rezistenca? Praktikisht insulina është një hormon i cili çlirohet nga gjendrat e pankreasit në momentin kur
ne konsumojmë ushqim, është një përgjigje natyrale për të balancuar ato parametrat e trupit tonë, sepse në gjak çlirohet glukozë dhe për të balancuar nivelin e glukozës, hormoni përkatës është insulinë, që çlirohet nga pankreasi, por në rastin e insulin rezistencës, trupi jon ose qelizat tona nuk përgjigjen ndaj insulinës, sepse insulina le të themi është ai shoqëruesi që hap derën në qelizën tonë për glukozën që të futet. Në këtë rast... Më pëlqejnë shumë të shpjegimet e tua, ku edhe fillojmë të imagjinojmë një personazh me emrin insulin që po hap një derë. Në këtë rast, ajo dera qëndron e mbyllur, nuk kemi shoqërues i cili e kryen këtë funksion, dhe qelizat nuk përgjigjen ndaj insulinës. Dhe çfarë ndodh në situata të tilla? Nivelet e sheqerit në gjak qëndrojnë të larta dhe duke qenë se trupi do kryej disa përgjigje, le të themi, për këtë nivel të lartë të sheqerit, këto nivelet e glukozës konvertohen në qelizat jamore dhe zakonisht këta individë të cilët kanë insulin rezistencë depozitojnë kryesisht djam në pjesën abdominale, në pjesën e barkut. Dhe ai është djami subkutan, i cili është ai që ne e prekim dhe faktikisht nuk është se na shkakton në një dëm shëndetësor, thjesht është për pamje estetike, dhe djamin visceral i cili është ai çfarë rrethon dhe vesh organet e brendshme. Dhe ky është për të shqetësuar në fakt. Po, sepse krijon edhe problematika shëndetësore. Dhe zakonisht nuk po. Fillojmë. Do fillojmë se do themi vetëm me nun, duke qenë se të gjitha produktet i kemi shpjeguar pothuajse gjithmonë në çdo emision. Tani, a mund ta përjashtojmë pak neve këtë mundësinë se ka njerëz që janë të tillë, kanë neps, si themi ne. Pra, shohin diçka, kanë dëshirë ta provojnë, ndoshta jo nëse si të mëdha, po thjesht ajo dëshira për të provuar, për testuar. Mund të jetë një çështje individuale kjo? Po, është çështje individuale, por kjo zakonisht bëhet fjalë kur konsumojnë sasi të vogla, pra raporte të vogla, jo kur... Pra, si dëshira për të shijuar një shihet të re, po jo për të ngopur, jo për të... Po, jo për të ngopur, sepse këta individ thjesht kanë kuriozitet, kanë dëshirë për të konsumuar shumë gjëra, por le të themi janë kafshata të vogla që thjesht sa për neps. Ndërsa individët të cilët kanë problematikë kryesisht me insulin rezistencën, zakonisht tendenca është për të mbi konsumuar ushqim dhe përsëri sa ke konsumuar të rikonsumuosh përsëri. Pra, bëhet fjalë për intervale kohore nga 30 minuta deri në 1 orë pas e ke ngrënë, çfarë nuk është aq normale. Prandaj e mira do ishte konsumimi i ushqimeve. Fatmirësisht të gjitha dyqanet e Neranzi Organic Market i ofrojnë mundësi nga më të ndryshme të gjithë konsumatorëve për të zgjedhur ato produktet e duhura, dhe produktet nuk është se janë, le të themi, specifike për të zgjidhur një problematikë të caktuar, sepse janë po ato çfarë ne konsumojmë në përditshmërinë tonë, por kombinimi i tyre dhe konsumimi i tyre në raportin e duhur dhe në shpeshtësinë e duhur bën gjithë diferencën, sepse nuk ekziston një ushqim i cili të dobëson plotësisht apo të shëndos plotësisht. Ekzistojnë ushqime. Ushqime, të alternuara, të kombinuara, dhe duke ditur se çfarë informacioni duhet të dimë të marrim për secilin prej tyre. Në 4 minuta kohë na prezanton me një menu. Do bëjmë menun. Atëherë, në të gjitha dyqanet e Neranzi do gjejmë pekmez mani, dhe një mëngjes i mirë do ishte një fet buk integrale, e cila mund të jetë me fara ose e bërë dhe vet, me 10 gram pekmez mani. Atëherë, shumë mund të thonë që pekmezi manit ka sheqer por sheqeri nuk është i dëmshëm në fund të ditës kur bëhet fjalë për burime natyrale siç është edhe mani, duke qenë se përveç se ka atë raportin e fruktozës, glukozës etj, përmban edhe shumë vitamina të ndryshme, shumë minerale të ndryshme dhe shumë antioksidantë, të cilat janë shumë esencial për ne. Dhe 10 gram në fakt nuk janë asgjë në krahasim me çfarë mund të konsumojmë në një cop torte etj, apo çfarë lloj dëshire mund të kemi pasi të konsumojmë ushqim. Prandaj një fet buk integrale me 10 gram pekmez mani dhe 120 ml qumësht soje do ishte një mëngjes shumë ideal i kryer dhe i kompletuar nga pikpamja nutritive. Dhe gjithashtu qumështi i sojës, që kemi përmendur, shumë i mirë për të gjitha gratë në menopauzë, duke qenë se ka fitoestrogenin dhe imiton atë molekulën e estrogenit shumë të rëndësishme. Mezvaktet janë shumë të rëndësishme në momentin kur bëjmë një regjim ushqimor, nuk duhet të qëndrojmë vetëm me 3 vakte klasike, por sa më shumë ti ndajmë, le të themi, ato ushqime dhe vaktet tona, aq më lehtë do bëhet për ne, aq më aktiv do të na bëjë metabolizmin dhe aq më në kontroll do të kemi të gjitha ato nivelet e sheqerit në gjak dhe le të themi tendencën për të shkuar drejt insulin rezistencës. Dhe prandaj unë si mezvak kam zgjedhur një produkt jo shumë, le të themi,
jo i përshtatshëm, por jo shumë i zakonshëm për të përdorur si një mezvakt, dhe bëhet fjalë pikërisht për japrakun. Kompania Neranzi e sjell në këtë format të paketuar dhe janë shumë të mirë në fakt, kështu që 2 ose 3 copa për këtyre janë shumë fantastike si një mezvakt, duke qenë se kanë dhe karbohidratin e shëndetshëm, kanë edhe gjethen e rrushit, e cila është mbushur me antioksidant, por edhe ato shijen të cilët besoj të gjithë e duan dhe e pëlqejnë. Gjithashtu është dhe me shije limonit, çfarë bën dhe pak më të veçantë. Vakti drekës. Vakti drekës, kalojmë tek orizi, unë kam zgjedhur oriz integral dhe oriz të kuq, të cilët janë paksa më ndryshe nga orizi bar, sepse kemi të përmendur disa herë mendoj që orizi bar konsiderohet si një nga 5 helmet e bardha, kështu që është më e shëndetshme të konsumojmë oriz i cili është integral ose ka një ngjyrë tjetër përveç atij të bardhit. Dhe 60 gram për këtij orizi, dhe kur përmend 60 gram, jo 60 gram peshë e gatuar, por 60 gram peshë pa gatuar. Duke qenë se 60 gram për kësaj më pas konvertohet në rreth 120-180 gram. Mund ta kombinojmë me 100 gram pizele me kaperi, dhe kaperi në fakt janë shumë të shëndetshëm duke qenë se përmbajnë një element, janë antioksidant i cili quhet quercetin, dhe quercetina është shumë e vështirë për të gjetur në produkte të ndryshme. Prandaj kaperit janë ato çfarë përmbajnë në sasi shumë të lartë këtë, dhe është një nga antioksidantit më të fuqishëm. Gjithashtu mund ta kombinojmë edhe me kërpudhat, duke qenë se edhe kërpudhat nga kompania Neranzi vinë në një format të lezetshëm, të cilat i gjejmë edhe me lëngun e tyre natyral, por edhe me krem. Kështu që janë dhe të ulët në kalori, prandaj bëjmë një vakt të balancuar të mirë, duke kombinuar më pas edhe misrin, i cili na ofron ato fibrat. Më pas kalojmë tek mezvakti tjetër në fakt, i cili mund të jetë qoftë edhe një konserv peshku, ose konserv me sardele. Dhe po të njëjtin mezvakt që e përdorim si mezvakt, mund të konsumojmë edhe si një produkt në vaktin e darkës, që mund të kombinojmë lëngun e limonit me konservën dhe me turshit. Dhe turshit së bashku me panxarin janë më të rëndësishme përsa i përket mikrobiotës tonë dhe shëndetësorës së trashë, duke na dhënë një shtysë dhe një bonus të madh për shëndetin tonë. Ja, kështu për te i bisedës, sot Alkendi ti kemi vjedhur edhe një menu që nuk është kollaj t'i gjesh. E drejt. Plus ndihmon me tretjen, sidomos në darkë, duke na e bërë të lehtë dhe jashitje në mëngjes. Faleminderit Alkend, faleminderit shumë për gjitha informacionet dhe për këtë menun që duhet ta ridigojmë edhe një herë, pak më vonë ai gjeni në YouTube videon dhe mbani shënim çfarë ne përmendëm sot në studio. Miransh në Vila 24, të uroj një ditë të mbar. Faleminderit. Faleminderit ty. Hapësira publicitare na ndan nga studio dhe së bashku në fakt, sepse Vila 24 do të vijojë në terren, është gazetarja Çenku Elahasa që vjen në një intervistë shumë interesante në fakt, do të jetë në fokus rrjetet sociale dhe kjo jeta virtuale që gjithmonë kemi nevojë për këshilla e për informacione sepse vrapon shumë shpejt. Ndajemi bashkë, shihemi nesër, vazhdoni qëndroni me Vila 24.